Ju përshëndes shikues të ekranit të Premium Channel, ja ku I takojmë së bashku si çdo ditë tani më nga hëna në të premte në ekranin e vetëm dedikuar turizmit. E si I tillë, pa diskutim që flasim për destinacionet më të kërkuara për gjatë sezonit të verës. Nëse Antalya mbetet një top destinacion, pa diskutim që edhe Sharm el Sheikh në Egjipt nuk mbetet më pas duke konkuruar ndjeshëm për shkak të vijës shumë të bukur bregdetare, resorteve me 5 yje dhe shumëllëshmërisë së aktiviteteve. Po për të folur më gjerësisht lidhur me këtë kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio për herë të parë Ariola Muço nga Nomad Travel. Mirë se erdhe. Përshëndetje, si jeni? Është vërtet kënaqësi të jem sot me ju këtu për të folur për hapjen e sezonit veror. Jam vërtet e kënaqur që jam me ju sot dhe shpresoj që kjo të jetë është intervista ime e parë në televizion dhe shpresoj që të shkojë çdo gjë mirë. Pa diskutim do doja që mos ishte as e fundit dhe të kisha edhe për gjatë sezonit veror për të folur mbi të gjithë ecurinë dhe se si po shkojnë rezervimet, sepse është e rëndësishme të kemi le të themi një zë I cili na orienton edhe sa I takon zgjedhjeve të duhura, por edhe të marrim informacionet që na nevojiten përpara se të rezervojmë një paketë pushimeve. Por sot flasim për Egjiptin dhe specifikisht për Sharm el Sheikh. Si ka nisur sezoni? Patjetër. Përpara se të flas për Sharmin, do të them që Sharmi është një destinacion e mia të preferuar dhe herë jam tek zyra dhe vin kërkesat, gjithmonë jam shumë e kënaqur për t'i dhënë dhe klientëve tanë detaje më së tepërmi për sa I përket gjithë bukurisë që ka si vend. Sharmi është shumë I preferuar për shkak se jo vetëm është një destinacion I mrekullueshëm me plazhe vërtet mbreslënse, por përveç kësaj ka në çdo sep të tij histori. Duke marrë parasysh që Egjipti daton me sheku, historia daton me sheku, përveç Egjipti gjithashtu dhe Sharmi ka destinacione të mrekullueshme, të cilat normalisht e bën një ndër zgjedhjet kryesore për turistët dhe normalisht për klientët tanë. Ariola, nëse deri më herët kemi njohur Antalyan si destinacionin dhe mbajmë sikur e fjalën e pushimeve verore, vitet e fundit, të paktën 2 ose 3 vjeçarin e fundit kemi vënë re që kërkesat janë shtuar ndjeshëm edhe për Sharm el Sheikhun. Pse ka ndodhur kjo? Patjetër. Unë në fakt këtë doja loja pak edhe mos informimit ose ndryshe keq informimit për sa I përket pjesës së sigurisë që ka Sharmi dhe si destinacion. Por ajo që dua të them dhe duhet patjetër ta dinë të gjithë që Sharmi është një destinacion më të sigurta për të gjithë dhe siç e përmenda përveç vendit të mrekullueshëm që ka plazhe të mrekullueshme, të gjithë kanë mundësi të shijojnë komoditetin, luksin, sepse ka një gamë resortesh të cilat ofrojmë. Dhe më rëndësishmja, ajo çfarë normalisht pëlqen nga të gjithë ka një çmim goxha konkurrues në krahasim me pjesën tjetër të mesdheut. Cilat janë ata që e preferojnë më së shumti Sharm el Sheikh si një destinacion? Betën familjarët apo edhe çiftet? Patjetër, në fakt rezervimet e para që kemi pasur kanë qenë për çiftet. Duke qenë se është një kuriozitet, po besoj dihet tashmë sepse ju keni vite që merreni me turizmin, preferohet shumë për çiftet të cilat shkojnë për muaj mjalti ose qoftë për udhëtimin e tyre të parë çift. Por nuk mund të lë pa përmendur dhe familjarët. Duke qenë se Sharmi dhe resortet e tij kanë ekskluzivitete, aktivitetet nga më të ndryshme, programe të dedikuara për fëmijë, gjë që e bëjnë dhe shumë të dëshiruar dhe për familjarët. Kështu që mendoj se dhe çiftet dhe të rinjt, por edhe familjet e preferojnë shumë si resort. Ndërkohë, nëse përmendim Egjiptin, mendja na shkon tek piramidat, por edhe të gjithë shumëllëshmërinë dhe gamën e gjerë të aktiviteteve që mund të zhvillojmë atje. Nëse mund na I përmendësh specifikisht secilën prej tyre, ndoshta edhe kush mbetet më e kërkuara. Patjetër. Atëherë, duke qenë se përveç se pushimeve, që normalisht janë thuajse 7 ditë, operatori ka menduar edhe të bëjnë një farë kombinimi. Që është kombinimi për sa I përket tureve me guida lokale të cilat bëhen brenda Egjiptit.
Jo gjithë kanë dëshirë të bëjnë sa ditë plazh, por normalisht preferojnë edhe turet historike dhe normalisht Kairo është një qytet i cili njihet për piramidat, tempujt dhe për këtë arsye janë guidat lokale të cilat që në momentin që vendosin klientët të rezervojnë, ne ju bashkangjisim si opsione, të gjitha janë preferenciale në mënyrë që ata të zgjidhin sipas preferencës së tyre se çfarë duan. Dhe këtu do të përmend turin në Kairo, i cili bëhet të gjithë vizitat tek qyteti i Kairos, tempujt, piramidat kryesore, qoftë edhe aktivitetet të ndryshme. Ato që nuk le do të papërmendur janë aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me snorkeling ose aktivitetet ujore. Po, deti mes dhe, deti kuq njihet për koralet, shkëmbin koralor, të cilat e bën mjaft tërheqëse për të bërë zhytjen në ujore, të cilat janë mrekulli tashmë. Kështu që ka një sër aktivitetesh që vërtet pëlqejnë shumë dhe janë kërkesa numër 1 për klientat. Ariola, çfarë ndodh nëse një klient niset nga këtu por nuk rezervon, le të themi, këto guida, por kur shkon atje, duket sikur ka dëshirë që t'i bëj ose pushimet janë duke u bërë disi monotone dhe do që të bëj diçka ndryshe? Patjetër, ne jemi vazhdimisht në kontakt me operatorin kryesor dhe sipas kërkesës së tyre, ne komunikojmë direkte me guitat kryesore ose me vasturin i cili është operatori kryesor i cili merret dhe në bashkëpunim me ne mundohemi që t'i ofrojmë atyre çfarë do ata dëshirojnë. Dhe në këtë rast jemi gjithmonë në vëzhgim të udhëtimit të tyre për të mos ia bërë të mërzitshëm. A ka pasur ndonjë feedback deri më tani ose klientë të cilët kanë qenë më herët në Sharm dhe sërish kanë zgjedhur Sharmin për të pushuar? Patjetër. Siç u përmenda pak më parë, përveç se bukurisë që ka, ofron një gamë të gjerë aktivitetesh. Në fakt kjo ka të bëjë pak me tipologjinë e personave që zgjedhin, sepse shumë disa preferojnë pjesën diçka më të qetë, por ka dhe disa që duan pak atë jetën e shfrenuar dhe këtu nuk le do të papërmendur dhe pjesën e aktiviteteve që bëhet gjatë darkës, që zgjasin deri në mëngjes me DJ ndërkombëtar, disco dhe normalisht janë gjitha ato që ata po din ta shijojnë jetën e natës. Din ta shijojnë dhe rikthehen. Unë di që për sot ti ke përzgjedhur 2 resorte dhe i ke specifikuar për t'i prezantuar për audiencën tonë, që është Jazz Belvedere dhe Rixos Premium Seagate. Po, në fakt janë 2 resorte të cilat unë kam punuar dhe i kam sugjeruar te klientët tanë dhe kam feedback të cilat i kam parë ndër vitet, normalisht sepse Nomad Travel ka disa vite që operon, dhe unë marrë dhe review të klientëve sepse atyre besoj më shumë klientëve të zyrës, ajo dihet. Dhe kam zgjidhur të dyja duke qenë se të dyja e ofrojnë shërbimin. Jazz Belvedere normalisht shërbimin all inclusive, ndërsa Rixos është ultra all inclusive. Të dyja janë resorte shumë të mira që ofrojnë një shërbim të shkëlqyer, por ajo çfarë ndan pak është Jazzi është pak më shumë aromë dhe shije Sharmi dhe Egjipti, është pak më tradicional. Arkitektura e ka pak në stil maroken, është pak më i vogël si resort, ka pak më shumë, është për ata që janë pak më shumë të përqendruar tek pjesa e tradicionales. Por, gjithashtu dhe Rixosi, është jo vetëm që ka shije Egjipti, por ajo çfarë vlen është që ka dhe është modern, është një ndër modernët, dhe gjithmonë e sugjeroj tek ata që duan diçka pak më gjithëpërfshirëse. Domethënë të shijojnë çdo gjë dhe të prekin çdo gjë të bukur, sepse ka dhe shumë aktivitete që bëhen. Ajo çka dua të përmend që mos ta harroj, është tek Rixosi gjithashtu shpeshherë organizohen mbrëmje me DJ shumë të famshëm, me artistë ndërkombëtar, gjë që e bën dhe të përzgjedhur më shumë nga moshat e reja. Kjo është përsa e përket pjesës së këtyre 2 resorteve të cilat ne i sugjerojmë dhe klientët i pëlqejnë shumë. A janë të 2 resorte të cilët akomodojnë si çiftet ashtu edhe familjarët? Po, të dyja janë për familjar dhe për çifte, po siç ta përmenda pak më parë, Rixosi preferohet pak më shumë për të rinjt, për shkak të gamës së gjerë të aktiviteteve dhe mbrëmjeve që organizohen.
Ndërsa Jazz Belvedere ka një ambient pak disi më të qetë, më tradicional, gjë që e bën të preferuar dhe shumë për familjarët. Por të dyja janë vërtet resorte të mira dhe ne i sugjerojmë. Ariola, çfarë do më thoje për mitin e famshëm që në Egjipt është shumë nxehtë dhe cila do të ishte ndoshta periudha më e mirë që ti do ta rekomandoje për ta vizituar? Atëherë, tërësisht ka shumë mite. Një ndër mitet e para, siç të përmenda që në fillim për Egjiptin, gjë që në fakt edhe unë kur nuk kam qenë e informuar, gjithmonë kam menduar kështu, por kjo është e mira e punës sonë, që çdo ditë mësojmë gjëra të reja dhe normalisht kur përballemi me kërkesën e klientit, përpiqemi shumë që të gjejmë informacionet e nevojshme. Ajo çfarë normalisht që Sharmi dhe Egjipti vizitohen çdo muaj të vitit, por sezoni i plazhit fillon që nga muaj maj deri në shtator, çka e bën më të përshtatshme për sa i përket pjesës së plazhit apo temperaturave që janë pak më të favorshme. Por që vizitohet përgjatë gjithë vitit vizitohet. Cila do të ishin disa këshilla që do t'i jepja audiencës përpara se të nisem për Sharm? Çfarë do t'i thoje? Ajo çfarë do i jepja, gjëja e parë që do i thoja që mos të ngelen vetëm tek resorti brenda, por të bëjnë pak më shumë aktivitete, duke qenë se përveç se plazhit që mund të marrësh 2-3 ditë ato të mirat, ka dhe shumë gjëra të tjera të bukura dhe një kuriozitet i vogël që doja jepja që në fakt e kam mësuar nga një klient dhe më kanë thënë që me Sharmin ndaj një lidhje shpirtërore e cila vjen nga historia që daton shekuj më përpara. Kjo ka të bëjë se për shkak se është një oazë në mes të shkretëtirës, ka të bëjë në fakt dhe pak me kultet fetare, por që nuk dua ta përmend në këtë momente, por që me të vërtet Sharmi nuk është vetëm plazhi aq i bukur, apo nuk janë vetëm ato resortet madhështore dhe luksoze, por ka histori që e bën vërtet një destinacion të veçantë. Ariola, ishte shumë kënaqësi të kisha edhe të flisim së bashku për këtë destinacion. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte imja, shpresojmë që të shikojmë edhe herë tjetër. Pa diskutim. E kështu ne mbërritëm në fund të ofertës për ditën e sotme, ku në fokus kishim Sharm el Sheikh dhe specifikisht 2 resorte, Jazz Belvedere dhe Rixos Premium Seagate, të cilat dhënat e paketave i gjenit afishuar në pjesën e poshtme të ekranit. Besoj të gjitha këshillat e domosdoshme dhe të nevojshme i keni marrë tani më për të nisur kështu pushimet tuaja drejt këtij destinacioni unik. Deri në takimin e radhës, unë ju uroj pushime të mbara.